e ndodhur përballë kësaj klase politike e cila mundohet që t'i shpëtojë drejtësisë në të gjitha format dhe përmes këtyre skemave siç ju i përmendët, a mendoni se Shtetet e Bashkuara të Amerikës në bashkëpunim me SPAK-un, konkretisht me agjentët e FBI-s dhe të DEA-s që shpeshherë përfliten se kanë vizituar edhe SPAK-un, të nisin goditjet në nivele shumë herë më të larta nga ato që kanë realizuar deri më tani? Ju dhash një përgjigje të kësaj pyetje, po do ta shtjelloj edhe pak më tepër. Niveli i goditjes varet nga shumë plane të tjera, siç e thash, planin e stabilitetit kombëtar, stabilitetit shtetit shqiptar jo kombëtar, në planin e stabilitetit rajonal, në planet e marrëdhënieve ndërkombëtare, si janë çështjet ndërkombëtare, sa do të jetë zgjeruar lufta që ka nisur e të tjerë. Pra, kjo varet nga shumë çka. Mirë po, për të ju rikthyer diçka që nuk e thash më parë, thash që SPAK-u, kush do të jetë kryetari, do të vijojë të punojë sipas atyre që janë prioritetet e dhëna nga partnerët tanë ndërkombëtar. SPAK-u në fakt është një organizëm që nuk kontrollohet drejt për drejt ose i gjithi nga Paria e Tiranës, dhe ky është problemi që ata kanë me SPAK-un. Ky është problemi që ata kanë me Altin Dumanin. Nuk është fakti që Altin Dumani nuk ka dalë nga radhët e tyre, sepse në fundit kushdo që është prokuror ka një lidhje, dhe Shqipëria është vend i vogël, gjithë lidhemi me dikë dikund. Por fakti që kontrollin e SPAK-ut e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kontrollin e agjendës SPAK-ut e kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i shqetëson më së tepërmi, dhe kjo do të jetë një gjemb ose një gozhd, do thoya se është më shumë se një gjemb, në shtatin e Paris për sa kohë që SPAK-ut ekzistojë kështu siç është. Kështu që përgjigja është po, domethënë ka shumë gjasa që të intensifikohet përpjekja e SPAK-ut, por sa lart do të shkojë varet nga shumë çka tjetër. Nisur nga gjithë qeverisja e kryeministrit Edi Rama dhe gjithçka që ai ka bërë në këto 13 vite, a mendoni se ai mund të shpallet non grata dhe të ketë të njëjtin fat ashtu si ish kryeministri Sali Berisha? Mund të shpallet, ose mund të shpallet i pandehur, ose mund të shpallet shumë më keq se sa non grata. Por, siç e thash më parë, është funksionon parimi i lez majesté në momentin që nuk ka në momentin që njeriu ka pozicione publike, poste publike, siç i ka zoti Rama, të i zgjedhur nga zgjedhjet e shqiptarëve, të panjohura zyrtarisht nga Shtetet e Bashkuara, po të pranuara si zgjedhje që ndodhen, ai do të vazhdojë të ketë deri diku një lloj imuniteti. Se deri ku shkon ky lloj imuniteti, aty pastaj hyn këto faktorët e tjerë që përmenda më së. Të ndalemi pak te shkarkimi i Erion Veliajt, nisur nga optika juaj, shkarkimi i Veliajt ishte pika e fundit pra e goditjes së Edi Ramës ndaj tij për ta eliminuar tërësisht politikisht? Nuk jam i sigurt që shkarkimi i Veliajt ishte një lëvizje kundër Edi Ramës. Unë mendoj që shkarkimi i Veliajt dhe heqja qafe e Veliajt ishte pjesë e agjendës së zotit Rama. I volit jashtëzakonisht shumë sepse Edi Ramës për ta eliminuar tërësisht. Pra, zotit Rama i volit jashtëzakonisht shumë heqja e Veliajt dhe kishte kohë që e planifikonte një gjë të tillë. Marrëdhëniet midis Veliajt dhe Ramës ishin të përkeqësuara prej shumë vitesh, pavarësisht asaj që dilte publikisht. Marrëdhëniet e tyre ishin përkeqësuara për shkak se Velia identifikohej, unë nuk mund të flas se çfarë mendonte vetë zoti Velia, sepse nuk jam në mendjen e tij, por identifikohej nga shumë kush si pasardhës i zotit Rama dhe si dikush që do të mund të zëvendësonte zotin Rama në një qeveri socialiste. Socialistët kanë shumicën absolute në zgjedhjet e fundit, edhe në zgjedhjet para tyre, sido që të cilësohen këto zgjedhje, të mira apo të këqija, pak rëndësi ka në momentin që pranohen ashtu siç janë. Socialistët kanë shumicën absolute dhe duke pasur shumicën absolute duhet që të përfaqësohet vullneti i popullit nga një socialist në krye të qeverisë. Heqja e Ramës do duhet kishte një pasardhës, dhe ky pasardhës ishte Velia.
dhe Rama me shumë dinakri politike. Duhet thënë, se nuk duhet të harroj të them këtë. Edi Rama është sot politikani më i aftë për të lëvizur në për kulisat e marrëdhënieve midis Parisë dhe ndërkombëtarëve të tranzicionit. Pra praktikisht e ka tejkaluar edhe aftësinë politike të Sali Berishës, ka mbijetuar dhe ka hequr qafe shumë njerëz, të cilët shiheshin si rival të tij brenda, ka eliminuar dorën e vjetër të Partisë Socialiste, eliminoi Samir Tahirin, eliminoi Gramoz Ruçin, herë duke ju dhënë diçka për t'i mbullur gojën, duke ju dhënë para, herë duke ju, siç ndodhi me Samir Tahirin, i cili bëri burgun dhe tani është bërë milioner, herë duke ju dhënë poste dhe ofiqe dhe duke i bërë pjesëtar të shpurës tij, të cilët pasi ishin përdorur mund të hidheshin tej, dhe herë duke i ndërzyer kundër me anë të nesti angonërve të ndryshëm drejtësinë. Mirë, po kjo është tik me dy presa, sepse vjen një pikë siç ka ardhur që bëhet e pamundur më të justifikohet Zoti Rama me daljet e tij publike që ma bëjnë pa e ditur, sepse një person me kaq fuqi dhe me kaq pushtet, një njeri që e njeh mirë Bashkinë e Tiranës, një njeri që e financon Bashkinë e Tiranës, sepse qeveria i jep fondet bashkive, siç dihet, siç e dini ju, dhe e dini shqiptarët, e ka nivelin e kontrollit shumë të madh. Pra, asgjë nuk bëhet në asnjë bashki të Shqipërisë, flitet për projekte të mëdha, flitet për korrupsion të madh, pa qenë e kontrolluar nëse do qeveria. Dhe atëherë, bashkëfaqësia e tij është e qartë, pavarësisht se nuk i ka dalë ende emri, Zoti Rama ka firmosur në letër, ashtu siç kishte firmosur edhe paraardhësi i Berisha të tjerë. A mendoni se Erion Velia i mund të denoncojë aferat korruptive të kryeministrit Edi Rama, të paktën qoftë në nivelin që bëri Arben Ahmetaj? Në teori po ka një Barsalet që thotë në teori është diçka dhe në praktik diçka tjetër. Nuk mendoj se në praktik Zoti Velia do të bëjë një gjë të tillë, do të varet nga shumë çka, por unë nuk besoj që do ta bëj. Shkaku është sepse vlera e çdo politikani shqiptar sot matet me para. Kjo është një nga gjërat që ka kuptuar Zoti Rama dhe me këtë mënyrë ka kontrolluar mjedisin politik shqiptar. Pra, aftësia e tij për të kuptuar që sa e kanë vlerën njerëzit. Dhe vlera e çdo kujt në politikën shqiptare sot është sa para ka bërë, sa para ka vjedhur. Dhe unë mendoj që Zoti Velia do të pranoj fatin e tij jashtë politikës, mund të rikthehet si një personazh publik i shoqërisë civile, por do të lejohet që të mbaj pasuritë e dhëna, asgjë nuk do t'i sekuestrohet. Dhe në mjedisin publik shqiptar nuk ekziston më turpi. Turpi dhe nderi janë bërë pothuajse e njëjta gjë, gjërat harrohen, mbas disa muajsh, si jeni sot për shembull, a merret kush më me Samir Tahirin? Kjo ishte pjesëtar i një grupi të marihuanës. Marihuana ka dalë jashtë loje sot. Sot flitet për kokainë, për heroin, për grupe të mëdha, për Elbasanin, për Shkodrën, për Vlorën, e për shumë çka tjetër që nuk flitet, që është nën dhe, po që është në ato dosjet e famshme të ndërkombëtarëve. A mund themi se brenda Partisë Socialiste vlon lufta e heshtur midis eksponentëve ndaj njëri tjetrit, apo Edi Rama me eliminimin e Erion Veliajt i ka shuar këto zëra, dhe nga ana tjetër, a do ketë një njeri brenda Partisë Socialiste që mund ta rrëzojë Edi Ramën në një moment të caktuar? Çdo gjë është e mundur, sigurisht që vlon lufta për brenda klaneve në Partinë Socialiste, është e qartë. Unë nuk kam dieni të brendshme të klaneve të ndryshme, por di që në momente të caktuara, sipas asaj që ka ndodhur publikisht, Zoti Rama është përplasur me klane të ndryshme. Për shembull, me Fatmir Xhafën, cilin donte ta eliminonte nga loja dhe nuk mbriti. Nuk ja doli sepse Fatmir Xhafa bëri një aleancë të ngushtë me Erion Velin dhe tani më ka rolin e vet, është rizgjedhur me votat e veta pa nevojën e Zotit Rama 2 herë në parlament. Atëherë Zoti Rama bëri një kthes dhe e bëri aleat në ndryshimin e kushtetutës. Pra, për sa kohë që ka një çmim politik ose jo, nuk volit askujt në Partinë Socialiste që të sfidojë Zotin Rama sot.